Vetëm 6 ditë pasi kishte marrë detyrën si drejtori i spitalit të Dibrës, Rushdi Deda është përballur me kërcënime dhe përndjekje të vazhdueshme nga ish-drejtoresha Irini Shehu, e cila ishte shkarkuar nga detyra pasi kishte goditur me sende të forta ekonomistin, sipas dosjes hetimore të prokurorisë, përmes së cilës është lënë masa arrestit në shtëpi. Deda e kishte thirrur në zyrë me qëllim për t'i marrë sendet personale, por aty është zhvilluar një debat mes tyre. Më tej akuzas për tensionet dhe diskutimet në grupin WhatsApp të PS, ku Shehu ka nisur me ofendime ndaj Rushdi Dedës, provo dhe thuaj edhe një herë koordinatorëve që sa kohë merrni me Irini Shehun nuk do të filloni punë në spital, dhe ta shohësh ty do të bëhet hyrja me Schengen në spital. Lexoj mirë këtë SMS, është njëri prej mesazheve. Përndjekja sipas drejtorit Rushdi Deda ka vijuar edhe te bashkëshortja e tij, e cila ishte në muajin e 9 të shtatzanisë. Në dosje thuhet se me një adresë në rrjetet social, Irini Shehu është dëtuar me fjalët "kujdes burrin pasi futën shumë në zyrë" dhe i rrin gjatë. Nuk ka munguar mesazhet në 4 të mëngjesit përmes rrjetit social, ku thuhet se ka pasur dhe nota denigruese dhe shantazhuese. Në një tjetër episod ka të bëjë me datën 22 prill, ku sapo Rushdi Deda ka dalë nga mbledhja që Partia Socialiste kishte, Irini Shehu është drejtuar me fjalët ofenduese në praninë të gjithë koordinatorëve. Pas administrimit dhe kallëzimit nga mbledhja e provave, policia ka vepruar ndaj saj, ku gjykata e la në arrest në shtëpi.